Të nderuar gazetar dhe punonjës të tjerë të medjave, të dashur qytetar, ndërhyrja e Serbisë në zgjedhjet tona parlamentare është një cenim që i bëhet demokracisë dhe sovranitetit të Republikës Kosovës. Ajo ka ndikuar në përzgjedhjen e deputetëve serb dhe të pakicave jo serbe, e të cilët janë në kontrollin e plot të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, të qeverisë e të inteligjencës e të krimit të organizuar atje. Kësaj Serbia orvatet që vendin ton ta mbaj peng jo vetëm në zhvillimin e brendshëm politik, por edhe në avancimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Në zgjedhjet e fundit, format e ndërhyrjes kanë ndryshuar për shkak të përmirësimit të dukshëm të gjendjes së sigurisë në 4 komunat veriore, si rezultat të sundimit të rendit dhe të ligjit, luftimit të suksesshëm të grupeve kriminale dhe terroriste, si dhe mbylljes së strukturave ilegale. Ndikimi i dikurshëm, brutal, fizik, përfshirë këtu edhe rrahjet e vrasjet, nuk ka qenë i mundur më. Si zëvendësim janë rritur forma tjera të kërcënimeve hibride, kryesisht joshja dhe kushtëzimi financiar, shantazhi e frikësimit e kërcënimet, por edhe sulmet kibernetike. Vetë presidenti i Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojčić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Aparati shtetëror i Serbisë ka bërë përpjekje të jashtëzakonshme të dëmtojë subjektet rivale serbe, veçanërisht Partinë për Liri, Drejtësi e Mbijetesë, za Slobodu i Pravdu Opstanak të Nenad Rashićit, ministrit të qeverisë sonë për komunitetet dhe kthim, dhe Demokracia serbe apo Srpska demokratia të Aleksandar Arsenijevićit, por po ashtu edhe votuesit e subjekteve të komuniteteve tjera, kryesisht Rom e Ashkali. Përfaqësues të caktuar nga pothuajse gjitha subjektet tjera politike serbe janë tërhequr nga gara pas kërcënimeve që kanë marrë. Këto raste janë shënuar edhe në 4 komunat veriore, edhe në 6 komunat e tjera me shumicë serbe në Kosovë. Për shumicën e këtyre rasteve, institucionet tona kanë dëshmi, të cilat për hir të privatësisë dhe sigurisë së qytetarëve serb nuk është e dobishme të bëhen publike. Organet tona të rendit, bazuar në dëshmitë e disa qytetarëve të komunitetit serb që tregojnë për ndërhyrje të drejtë për drejtë në procesin zgjedhor, me 21 shkurt të këtij viti kanë bastisur dhe mbyllur disa prej të ashtu quajturave qendra për çështje sociale në 4 komunat veriore, të cilat janë përdorur për të joshur apo shantazhuar votuesit nga radhët e komunitetit serb që të votojnë për listën serbe. Në këtë skemë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dyti është kryeterroristi Milan Radojčić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë BIA, mediat serbe të kontrolluara nga pushteti në Beograd, lista serbe dhe së fundmi edhe struktura ilegale përfshirë këtu bankën postare kursimore, qendrat sociale, zyrat e pensioneve, MTS-i, Telekomi i Serbisë, si dhe ish pjesëtar të policisë Kosovës. Janë përdorur të paktën 10 metoda. E para, joshja financiare, përmes përfitimit të mbështetjes financiare prej 20.000 dinarësh, ose rreth 107 euro, në baza mujore për gjithë personat e moshës madhore që janë pa punë. E dyta është kurzimi financiar, përmes rrezikimit të humbjes beneficioneve financiare, aty bëjmë pjesë pagat, pensionet, shtesat për fëmijë, ndihmat sociale e të tjera. E treta është përçarja e rivalëve të listës serbe. E katërta është shantazhi e presioni për të mos mbështetur në asnjë formë subjektet e tjera përveç listës serbe. E pesta është kërcënimi për të larguar edhe nga këshillat e vendvotimeve.
Gjashta është regjistrimi të ashtu quajturve votuesve të sigurt, përkatësisht përpilimi i listave të caktuara si votues të sigurt nga pikpamja e tyre. E shtata është transporti organizuar i votuesve nga Serbia në Kosovë. E teta është organizimi i votimit kolektiv në qendra votimi. E nënta është kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsi të qendrave të votimit dhe së fundmi është edhe shenjëzimi i fletvotimeve. Ndërhyrja me këto së paku 10 metoda është realizuar në 3 faza. E para është para fushatës zgjedhore, e dyta është gjatë fushatës zgjedhore dhe e treta është gjatë ditës së zgjedhjeve deri në përfundim të procesit zgjedhor. Në fazën e parë, pra atë të fushatës zgjedhore, presidenti i Serbisë ka deklaruar vazhdimisht se vetëm lista serbe e mbron Serbinë në Kosovë. Ai ka inkurajuar të gjithë aktorët e tjerë, shtetëror, jo shtetëror serb, që të cenojnë gjithë procesin zgjedhor në Republikën e Kosovës. Krahas kësaj e për të njëjtin qëllim, presidenti i Serbisë e ka autorizuar kryeterroristin Radojčić për zhvilluar planin e ndërhyrjes në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në kuadër të këtij plani ka qenë përpilimi i listave me votues të sigurt. Listat e tilla i kanë përmbajtur së paku 50 persona, votues të sigurt. Sipas urdhrit, këta të ashtu quajtur votues të sigurt janë kërcënuar se nëse nuk do ta votojnë listën serbe, do të kenë pasoja. Pjesëtar të strukturave ilegale serbe janë kërcënuar nga Milan Radojčići përmes Ivan Zaporozac, kryetarit të komunës ilegale të Mitrovicës, që të raportojnë të gjithë ata persona që refuzojnë të votojnë listën serbe, të nënshkruhen në listat e të ashtu quajturve votave të sigurta, apo që të deklarohen se do t'i bojkotojnë zgjedhjet. Përveç listës së votuesve të sigurt, është diktuar edhe lista me 7 kandidatet e listës serbe të domosdoshme për votim. Pra Beogradi ka përpiruar listë ku 7 kandidat patjetër duhet votohen, ndërka 3 të tjerë janë lënë të lirë për qytetarët. Lista përmbante këta emra: Zlatan Elek, Slavko Simić, Igor Simić, Branislav Nikolić, Verica Ceranić, Srđan Popović dhe Liliana Stefanović. Të gjithë këta edhe janë zgjedhur. Secili nga 7 të preferuarit e kryeterroristit Milan Radojčić kanë së paku nga 2000 vota më shumë se sa të tjerët. Krahas sigurimit të mbështetjes për listën serbe nga votuesit serb, plani për ndërhyrjen këto zgjedhje përfshinte edhe zgjerimin e bazenit të votave për listën serbe, edhe nga komunitetet jo shumicë jo serbe. Andaj ishte urdhëruar që subjekti politik nga komuniteti rom, Romani Iniciativa, të mos merrte pjesë fare në zgjedhje dhe i njëjti subjekt ta mbështeste listën serbe. Mëtej, deputetët e opozitës në kuvendin e Serbisë me prejardhje nga Kosova, gjithashtu kanë qenë të përfshirë në ndërhyrjet nga jashtë në zgjedhjet tona parlamentare. Žarko Ristić, në udhëzimet dhe direktivat e shërbimeve serbe të inteligjencës dhe të pushtetit në Beograd, kanë ndikuar në përçarjen e liderëve të partive të tjera serbe rivale të listës serbe, në kohën kur partitë ndodheshin në përgatitje të fushatës së tyre zgjedhore. Ristić, duke u shtirur se është për bashkimin e këtyre në një listë vetme, përmes ndërhyrjeve të ndryshme, në fakt e ka bërë saktësisht të kundërtën e kësaj përçarjen e tyre. Pra në emër të bashkimit i ka përçarë. Bashkimi eventual në një listë vetme do t'ja rrezikonte substancialisht mandatet listës serbe. Bia serbe po ashtu është angazhuar në këtë mes, duke detyruar kandidat të caktuar që të pozicionohen sipas interesave të Serbisë, përmes ushtrimit të presionit dhe kërcënimeve me arrestim të atyre që nuk i binden urdhrave. Filialet e Bankës Postare të Kursimeve, Poštanska banka Štedionica, që veprojnë në afërsi të pikkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, janë urdhëruar që të evidentojnë të gjithë serbët të cilët tërheqin para nga kjo bankë. Ato të dhëna të përmbledhura, si regjistra, janë dorëzuar drejtuesit të ashtu quajturës zyrë për Kosovë, Petar Petković, në mënyrë që të shantazhohen për të votuar listën serbe. Në fazën e dytë, atë të fushatës,
ka dominuar joshja financiare dhe kërcënimet në drejtim të kundërshtarëve politik të listës sërbe. Joshja financiare është realizuar përmes planit për mbështetje sociale ndaj personave që nuk janë përfitues të ndihmave të ndryshme nga Serbia e që ishte planifikuar të fillojë në shkurt të vitit 2025, pikërisht kur ishin edhe zgjedhjet. Dhe atë me shumë të paracaktuar prej 20.000 dinar apo rreth 170 euro. Kjo nuk ishte mbështetje për qytetarë, në fakt ishte pako financiare për kushtëzim të votës së qytetarëve të komunitetit serb për listën sërbe dhe ndërhyrje në zgjedhjet tona parlamentare. Votuesve që përfitonin nga këto skema sociale u ishin fotografuar letërnjoftimet dhe ndërkohë u ishin përcjell mesazhe shantazhuese që në qoftë se nuk votohet lista sërbe, do t'u ndalen të gjitha pagat dhe të gjitha benefitet e tjera që i kanë nga Serbia. Kjo metodë kushtëzimit të votës dhe presionin mbi votuesit përmes kërcënimit për ndalimin e benefiteve sociale është evidentuar edhe në raportin e misionit për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian. Rastet e kërcënimeve direkte ndaj anëtarëve të këshillat vendvotime të subjekteve tjera serbe, rivale të listës serbe, janë evidentuar edhe në rajonin e Pejës. Ata janë kërcënuar që të largohen nga pozitat e tyre, ose do të kenë pasoja direkte në ndaljen e të gjitha të ordrave që ata i pranojnë nga Serbia. Madje janë kërcënuar se nëse i paraqesin rastet në polici, atëherë do të kenë pasoja edhe më të mëdha përfshirë edhe familjarët e tyre. Me 22 janar 2025, nga personat të panjohur, janë dëmtuar posterët zgjedhor në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan të subjektit politik Srpska Demokracia Serbe të Aleksandar Arsenijevićit. Në Klokot, në orët e vona të 24 janarit 2025, me koktej Molotovi është sulmuar pankarta e kandidatës Divna Bojić Andreus nga radhë të subjektit Srpski Narodni Pokret apo Lëvizja Popullore Serbe. Ndërka që Ministri për Komunitete dhe Kthim, zotri Nina Drashić, në vazhdimsi është kërcënuar nga Milan Radojčić dhe personat të afërt të tij, duke tentuar që ta shantazhojnë me forma të ndryshme të fabrikimeve për t'ia dëmtuar reputacionin të votuesit serb dhe për ta detyruar që të tërhiqet nga gara. Ai dhe ministria që drejton gjithashtu kanë qenë cak edhe i sulmeve kibernetike, me çrast profili i Nina Drashić dhe ministrisë në rrjete sociale janë hakuar. Dhe faza e tretë e ndërhyrjes në zgjedhjet tona ka përfshirë transportin e organizuar të votuesve nga Serbia për në Kosovë, organizimi i votimit kolektiv pastaj në qendra votimi, kontrollimi i votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve në afërsi të qendrave të votimit, si dhe shenjëzimi i fletvotimeve. Në afërsi të qendrave të votimit në komunat me shumicë serbe, veçanërisht në 4 komunat veriore, kanë qëndruar personat të cilët kanë ushtruar presion të votuesit serb. Shumica prej tyre kanë qenë ish polis të dorëhequr në nëntor të vitit 2022. Në komunën e Shtërpsës, personat saktuar kanë tentuar që përmes premtimeve të mëdha financiare të ndikojnë të personat me qasje në procesin zgjedhor, që të dëmtojnë dhe anullojnë qindra vota të subjekteve politike rivale të listës sërbe. Kurse me qëllim të mobilizimit dhe ushtrimit të presionin ndaj votuesve serb, ishte marrë vendimi prerë që të anullohen të gjitha pushimet vjetore gjatë kohës së zgjedhjeve dhe janë urdhëruar të gjithë qytetarët që kanë qenë në Serbi të kthehen në Kosovë. Në gjithë këtë skemë, mediat serbe të kontrolluara nga Beogradi zyrtar dhe fushatat dezinformuese kanë qenë elemente kyçe. Vetë presidenti i Serbisë Vučić ka qenë njeriu që ka krijuar më shumtin ndikim te mediat serbe kur është folur për zgjedhjet në Kosovë. Gjuha publike e politike e tij ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë që të përfshihet në ndërhyrjen e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Mediat e kontrolluara nga pushteti në Beograd kanë raportuar jo vetëm anshëm dhe në të mirë të listës serbe, por edhe me dezinformata e me përmbajtje të manipuluar. 3 kanë qenë racionet kryesore të këtyre mediave në këto zgjedhje. E para, se rivalet e listës serbe janë shërtorë të shqiptarëve. E dyta, se vetëm lista serbe e ruan qenjen serbe në Kosovë. Dhe e treta, se Qeveria e Republikës Kosovës dhe unë si kryeministër e duam një Kosovë pa serb.
Në këto narracionet rreme dhe fushatën agresive mediatike janë përfshirë zyrtare politikanë serb si Petar Petković, por edhe të tillë që i njohim shumë mirë nga apartheidi në Kosovë në vitet e 90-ta, si Milovan Drecun e Zoran Angelković. Në luftën informative ndaj procesit zgjedhor janë përfshirë edhe mediat ruse, përkatësisht 2 përfaqësitë e medjave shtetërore ruse në Serbi, Sputnik Serbia dhe Russia Today Balkan. Misioni për vëzhgimin e zgjedhjeve i Bashkimit Evropian në raportin e tyre preliminar, ndër të tjera evidenton se Russia Today Balkan dhe Sputnik Serbia, të mbështetura nga Rusia, kanë publikuar rreth 60 artikuj mbi zgjedhjet, disa prej tyre me narrativa që pretendojnë manipulime kundër komunitetit serb. I njëjti raport thekson mbulimin dominues të listës serbe nga mediat serbe në Serbi dhe mediat lokale serbe në Kosovë, në kontrast me partitë dhe politikanë të tjerë serb në Kosovë. Të nderuar gazetarë, të dashur qytetarë, për fund duhet theksoj se përkundër gjithë kësaj skeme dhe inxhinieringu të aktorëve shtetëror dhe jo shtetëror të Serbisë për të diktuar përfaqësimin politik të komunitetit serb në Kosovë, me gjithë këto rreth 20% e votuesve serb kanë votuar parti tjera nga lista serbe. Tash e 4 vjet e dim që Serbia nuk mbon në Kosovë as zgjedhjet e as referendumet e saj. Zgjedhjet e 9 shkurtit 2025 kanë dëshmuar megjithatë ndërhyrjen e Serbisë në procesin zgjedhor, por në të njëjtën kohë edhe ndikimin në rënje të Serbisë të qytetarët serb të Republikës së Kosovës. Pra mund të thuhet se përkundër ndikimit të Serbisë, këto zgjedhje kanë treguar që po lind pluralizmi politik edhe tek serbët në Kosovë. Ndërkaq numri i qytetarëve serb që kanë marrë pjesë në zgjedhje e ka rrëzuar përfundimisht propagandën agresive të Serbisë në vitet e fundit për kinse largim masiv të serbëve nga Kosova. Kjo natyrisht që nuk është e vërtetë. Ju faleminderit e tash po ja kaloj fjalën kolegut tim, ministrit Nenad Rashić. Hvala gospodine premijeru, pozdrav svima. Ću pričati na srpskom, je to u redu, jeste. Premijer je stvarno uspeo da detaljno opiše sve događaje. Ja ću se potruditi samo u nekoliko stvari koje on nije pomenuo, možda da dam sa ugla te tehničke primjene ili iz ugla nas koji smo bili faktički tu u celom izbornom procesu, to je da treba da razumete da Srbi sa Kosova imaju jake i rekao bih neraskidive veze u kulturološkom, religioznom, finansijskom, ekonomskom smislu sa Beogradom. Ali ovaj Beograd koji vi sada vidite ili u kome je na vlasti jedna radikalna, autoritarna vlada i vlast, su ljudi koji su beskrupulozni, koji su notorni lažovi i manipulatori koji žele da iskoriste kosovske Srbe za svoje lične interese. Znači, oni koriste kosovske Srbe kao jedan mehanizam upravljanja, mehanizam koji je također ponekad korišćen kao element za destruktivnost, ne za konstruktivnost. Oni ne žele da mi imamo punu integraciju ili skladan život na Kosovu, nego baš suprotno od toga. I verovatno ono što vi svi pratite ponekad, pogotovo zadnjih meseci, ono što se dešava u Srbiji je stvarno jedan odraz nevjerojatnog velikog revolta koji građani osjećaju, bilo da su studenti, srednjoškolci ili sami građani. Znači, ovo je samo, nazvao bih za vlast u Beogradu, prirodan sled okolnosti koji će na kraju rezultirati time da ta vlada, ta vlast na čelu sa Vučićem jednom odi iz naših života, jer su najveću štetu napravili i uporno prave svaki put upravo kosovskim Srbima na koje se stalno pozivaju da ih navodno štite. Nekoliko tehničkih stvari koje možda premijer nije pomenuo. Pored konkursa od 5000 radnih mesta koji je ad hoc bio objavljen, koji je bukvalno fiktivan na jedan određeni vremenski period, imali ste i ugovore koji su bili objavljeni od strane svake ili velike većine institucija Srbije koji su bili pozivi za apliciranje na radnim mestima.
Svaka institucija imala zadatak da objavi bar od 50 do 70 takvih vrsta mesta. Pored toga, po porodicama su dodeljivani prihodi od po 100.000 dinara u ad hoc momentu pred same izbore. Pored toga, neki navodno građanski materijal koji je bio davan u iznosu od 300.000 dinara. I sve to što je bilo davano je bilo u kešu, bilo na ruke, bez ikakvih procedura, otvaranje bankovnih računa ili bilo koje liste, nego je bilo davano u kešu. Pored svega toga, ono što je premijer rekao, mi smatramo da je bilo, po znacima navoda, uvezeno negdje između 15 i 18.000 glasova ili glasača. I pošto mi pratili od samog početka proces prijavljivanja Srba koji žive u Srbiji za glasanje na Kosovu, i to je bilo regionalno zastupljeno po nekih 150, 200, na primjer u Kraljevu znam da je bilo negde 115 do 3 dana pred izbore, u Nišu također negde oko 200, u Kragujevcu. Hoću reći da ljudi koji su se prijavili da glasuju na kosovske izbore su bili u jednom određenom boju koji nije bio toliko veliki. Ali 3 dana pred same izbore, ako ste pratili, videli se da je i direktor kancelarije Petković obilazio u tom periodu sve te centre, pogotovo mesta gde se smatra da je bilo prijavljenih Srba za glasanje na Kosovu, i oni su bukvalno u zadnjih 3 dana pod pretnjom pendreka i bukvalno sa policijom sve te ljude koji su tamo identifikovani na osnovu socijalnih davanja organizovali u 3 dana i dovezli ovde, kao što rekao, to je negdje između 15 i 18.000 glasača. Ja želim da kažem da mi nemamo ništa protiv naših sugrađana. Oni su dobrodošli, dođu kad god hoću. Ali ne na način u kome sam video čak neki moje dalje prijatelje, koji su možda prvi put posle 20 godina došli da bi bukvalno radili ono što im režim kaže, i u ovom slučaju da bukvalno naglase da Srpska lista treba da je predstavnik umesto građane koji ovde žive. I da, tu se može vidjeti ta razlika koju je i premijer rekao, da je bilo ukupno oko skoro 11.000 glasača koji nisu glasali za Srpsku listu. Sad, kada računate da su oni uvezli 18.000 glasača, značilo bi da jednostavno neka pravilna ili pravedna raspodela bi na Kosovu sa ljudima koji ovde žive trebalo da bude negdje možda 60% za Srpsku listu, 40% za ostale političke. Ali to naglašava potrebu vlasti u Beogradu pogotovo da bude toliko agresivna i da na bilo koji način pokuša da izmanipuliše Srbima, i pored toga kad budu deo struktura da budu totalno destruktivni, da ništa što budu radi ne bude ono što je u interesu Srba koji žive ovdje. Već znate istorijat predstavljanja, po znacima navoda, Srpske liste, malo su zamrznuti, pa malo bojkotuju, pa sve što se može uraditi u negativnom kontekstu za Srbe, to oni čini. Takođe, metodologije u arsenalu koje režim ima su i jedna opšta satanizacija svih ostalih predstavnika preko, pomenuto je već, Pinka, Informera, različitih portala, medija koji koriste svaku priliku da, pre svega mene, okarakterišu kao nekog apsolutno predstavnika koji ne radi u interesu Srba, nego radi, čak me nazivaju anti-Srbin, šta god im to znači. I sve ono što ta jedna vlast čini, treba da znate da koriste sve metode, apsolutno sve metode da bi došli do onoga što oni smatraju pobedom ili da oni uzmu 10 mandata, a i time da naprave još jedan korak ka dalje destabilizaciji. Najviše nas, opet naglašavam, to možda sistemu, vladi, državi ne znači puno, ali nas najviše uništavaju baš takvi njihovi napori koji to čine u kontinuitetu. Takođe, hteo sam da kažem da su sistemi pretnja, ucena, zadržavanja na granici nešto što već standardno postoji i bukvalno sad, dok ovo pričamo, moj sin takođe bio na granici, on je opet, naravno kao i uvek, zadržavan po 4 sata, bilo kada. Svaki put kad ide
kad tamo ili kad se vraća, svaki put biva zadržan po 4 sata, pa vi procenite šta to znači i njemu i svima drugima kad koriste kao jedan metod koji stalno koriste da bi vas zastrašili, da bi pokrenuli neki psihološki rat protiv vas i da takav neki kontinuitet pritiska nad vama bude stalno zastupljen. I još jedno bih stvar samo htio da kažem, a to je povodom nekih jučerašnjih, moram da priznam, optužbi koja Srpska lista i Petković, a i Vučić faktički svakog dana ponavljaju za njih nekoliko dana. I to u momentu kad je postalo očigledno da će naša politička partija imati bar jednog predstavnika u parlamentu Kosova i oni su iznali neke optužbe, ja bih nazvao, znači, totalne notorne laži, da je naša politička organizacija ušla uz pomoć gospodina Kurtija u parlament time što je tobož neko nama dao glasove Albanaca. To, ponavljam još jednom, apsolutno nije tačno. Pre svega, ja bih njih pitao, ako je to oni kažu da smo mi dobili glasove Albanaca, onda neko oni meni odgovore kako su oni dobili glasove u Đakovici, u Glogovcu, u Kačaniku, u Podujevu, u Prištini, u Štimlju, u Uroševcu, u Mališevo, u Juniku čak su dobili glasove, a da naglasim da u Dragašu samom, gde, koliko ja znam, ne žive Srbi, su dobili 119 glasova. I to, koliko može biti tragikomično, sa lobiranjem goranskog političkog predstavnika. Znači, oni u Gori dobijaju 119 glasova uz lobiranje goranskog političkog predstavnika. Što se nas tiče, 95% naših glasova dolaze iz srpskih sredina. 5% glasova dolazi iz različitih sredina, zbog toga što verujem da ja kao, pogotovo ministar za zajednici i povratak u zadnjih 2 godine, da naš budžet po raspoređivanju je bukvalno pola ide na Srbe, kao najvećem nevećinskom narodu, a polovina obično usmeravamo da ide na druge zajednice. Jer znam da svi imaju potrebu. I bez obzira na to mi dobijemo samo, nažalost samo, 5% glasova koje dolaze od ostalih manjina i ja, bit ću najiskreniji, malo sam bio razočaran time, što je nas je tako malo ostalih nealbanaca podržalo, ali to ide baš u izveštaju premijera koji je rekao da taj pritisak Srpske liste preko različitih institucija, pogotovo onih socijalnih, je bio toliko veliki da su oni uspeli mahom i druge zajednice kao Rome, Škalije, Egipćane i ostale da bukvalno nateraju silom, pendrekom ili institucijama moći da bukvalno glasaju za njih, ne bi li oni dobili svih 10 mandata. Prema tome, ja se podsjetit ću vas, ja sam u politici već 20 godina. Od toga, od prvog dana njihovog delovanja, to je bukvalno 13 godina, nikad nisam pristajao na njihove ucene, na njihove ponude, na njihove prevare i želim da vam kažem da svakako ni od sada nikad nećemo pristati na ono što oni žele da predstave kao Srbe. A u stvari, verujte mi, građani Kosova, Srbi su izmanipulisani, oni su, znači, naterani da budu, da glasuju za njih i, mislim, ne želim da shvatite da su građani tu činili najveće greške. Oni ne, oni su samo naterani da budu takvi kao što moraju zbog toga što im egzistencija zavisi od toga. Hvala puno. Faleminderit, tash mund t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja. Faleminderit, Ardit Kika, gazetari i KTV-s. Përmendet shumë përpjekje për ndërhyrje, a mundeni me na tregun në çfarë mase keni pas sukses në amortizimin e këtyre ndërhyrjeve të jashtme? Çka kanë bërë institucionet e Kosovës për me parandalu ose për me ndalë në kohë të zgjedhjeve ose qoftë edhe para zgjedhjeve presionin të votues të komunitetit serb
Edhe pyetja tjetër për kryeministrin është lidhur me vendimin e PZAP-s, nëse do të vendos në favor të LDK-s, a do ta dërgoni vendimin në Supreme? Faleminderit. Së pari, është evidente që Serbia nuk ka arritur që ta bëjë ndërhyrjen që ka dashur. Ndërhyrja që ajo ka praktikuar gjithmonë, kur lista serbe i merrte afër 100% votave, e kishte vende ku votonin edhe më shumë se 100% të qytetarëve, mënyrë paradoksale, për shkak se manipulimi ishte aq i madh, ka përfunduar. Pra, grupet kriminale ose janë shporur, ose ka të tillë që janë të arrestuar, por elemente kriminal ka ende. Në anën tjetër, së dyti, ne jemi përpjekur me organet tona të sigurisë e të inteligjencës dhe gjithashtu me fjalën tonë publike që të inkurajojmë serbët që të denoncojnë të gjitha presionet e përjetuara. Dhe numri i këtyre është i madh. Për shkaqe të privatësisë dhe sigurisë, ne nuk kemi treguar se kush janë ata dhe çfarë na kanë thënë, mirë po tash të gjithë kanë telefona mobil dhe pa dyshim që kërcënimet vijnë aty. Dhe numri i serbëve i cili po i tregon këto është më i madh se kurdoherë më parë, që është inkurajuese për shtetin ton, por edhe për qytetarët serbë. Veç se në anën tjetër ka shumë lidhje midis serbëve të Kosovës dhe Serbisë, kanë familjarë atje, kanë përvojë jetësore atje, dhe pa dyshim që kanë marrë edhe ndihma prej atje. E kjo ka qenë shumë e vështirë që të kontrollohet e të amortizohet, siç thatë ju, për shkak se ka shumë serbë të cilëve ju kanë ndërprerë këtë ndihmë. Po qeveria e Republikës Kosovës është këtu që me masat e saj të ndihmoj që edhe nëse ndonjë serb humbet të ardhurat që i ka pasur nga Serbia, t'i ketë ato nga Kosova. Edhe në kuptimin e asistencës sociale, por edhe në kuptimin e punësimit. Me masën tonë qeveria për familje, 528 serb janë punësuar që nga viti kaluar deri më tash në 4 komunat veriore, me që rast nuk dëshirojmë të lejojmë që ketë asnjë familje pa dikë së paku të punësuar. Dhe janë mbi 300 bizneset regjistruar atje ku po punësohen. Pra këto janë masat që ne ndërmarrim kur nuk mund t'i mbrojmë nga Serbia. Por në të kaluarën, ju e dini shumë mirë, ka pasur edhe serb të vrarë, politikan të vrarë, ka pasur edhe serb të rrahur me shtëpi e vetura të djegura. Por masat e këtilla ku ta zëm djalin e ministrit Nenad Rashić e ndalin në kufi dhe e mbajnë për orë të tëra, sepse i duhet të shkojë në Serbi ku ka çështje të arsimit, të edukimit e kështu me radhë, këto nuk kemi mundësi që ti parandalojmë apo amortizojmë siç do të dëshironim. Kurse sa i përket çështjeve të procesit zgjedhor, se zgjedhjet nuk janë kryer edhe pse votimet kanë mbaruar, derisa nuk bëhet certifikimi i rezultateve, unë besoj që organet tona të lëvizjes vetëvendosjes, subjektit që e kryesoj, do t'i marrin qëndrimet e vendimet e duhura. Ajo është një pjesë tjetër me të cilën nuk po arri që të merrem mbase sot të duhej, por edhe nuk është vendi këtu që të flas. Flamur Gajtoni, Klan Kosova. Kryeministri përmendet ndërhyrjet, mirë po a keni bo se është bo ankesë në mekanizmat institucional kosovar, ose edhe a parashihet edhe dërgimin në rivotim base edhe në ato qendrat ose komunat ku mendohet që ka pas ndikim ose presion më të madh, edhe një pyetje tjetër që a do të vazhdoni bashkëpunimin edhe në numrat ose në qeverinë e ri me zotin Rashić, po dhe me komunitetet e tjera jo shumë sa keni pas kontakte. Faleminderit. Ka procese të hetimit të cilët janë duke u zhvilluar nga organet tona lidhur me atë se çfarë ka ndodhur dhe padyshim që tash ne nuk dëshirojmë që ndërhyrjen e tyre politike
ta kemi si përgjigje politizimin ton nga ne si qeveri. Policia, prokuroria tash do të merret me të gjitha këto raste, ndërka që ju takon subjekteve politike që të ankohen dhe të adresojnë që të gjitha këto shkelje dhe unë inkurajoje, uroj që këtë ta bëjnë për shkak se pikrisht ankesa, pikrisht kritika është dëshmi e lirisë. Dhe ne jemi dëshmitarë që në vitin 2025 po kemi pluralizëm politik tek serbët për shkak se 20% të tyre, së paku 20%, pavarësisht gjithë kësaj lufte hibride e këtyre sulmeve e kërcënimeve, nuk e kanë votuar listën serbe. Ka qenë bindja ime se lista serbe nuk është dashur fare të certifikohet. Këtë gjë ka kërkuar edhe subjekti politik që unë udhëheq në KQZ. Mirë po, ju e dini që ne i kemi aty vetëm 2 antarë prej 11. Ndonë se i kemi pasur 50.3% të votave në zgjedhjet e shkurtit vitit 2021. Pra nuk e kemi as 20% të antarëve, ndërkohë që i kemi më shumë se 50% të votave. Ky është një nënpërfaqësim diskriminues që i është bërë lëvizjes vetëvendosje, e cila ka kërkuar që të mos certifikohet lista serbe. Nuk ka pas mirë kuptim nga PDK, LDK edhe AK. Thjesht ato e kanë pamundsuar korumin ku do të vendosej për një gjë të tillë. Sot nuk do t'i kishim këto probleme. Pikrisht tash ka qenë koha që ta marrë mësimin lista serbe duke mos e leju certifikimin e saj. Mirë po u bë certifikimi, sepse i shihni çfarë tripartish opozitare i kemi fatkeqësisht. As për këtë gjë nuk kanë mundur që të mbajnë qendrim parimor. Ne bashkëpunojmë me pakicat në Kosovë, me të gjitha ato që dëshirojnë të kontribuojnë, të përfitojnë, të integrohen, padyshim që ministri Rashić është ministër shembull i qeverisë tonë, por gjithashtu është edhe ministri i cili ka kontribuar për komunitetin serb më shumë se sa cili do ministër tjetër në këtë pozitë para tij. Dhe unë besoj që sulmet që i ka përjetuar ministrin Nenad Rashić është pikërisht për shkak se ju ka ndihmuar komunitetit serb. Ky ju ka ndihmuar shumë serbët e Kosovës dhe prandaj është sulmuar. Se po mos ndihmonte serbët e Kosovës ministri Rashić, atëherë mos puna e tij do ta sulmonte. Mirë po, kur e kanë parë që gjithnjë më shumë serbët janë të kënaqur me kontributin që ky jep, me ministrinë e tij, me buxhetin për serbët në nevojë, e kanë sulmuar më shumë. Janë friksuar, andaj janë përpjekur ta friksojnë. Mirë po, kanë dështuar. Ne bashkëpunojmë edhe me pakicat e tjera dhe synojmë që në mandatin tonë të ardhshëm qeveritar, me mua si kryeministër, t'i kemi edhe ata në mazhorancën tonë e në kabinetin qeveritar. Mirupafshim.